Dhe kemi të ftuarën për ditën e sotme, që është kolege Juna, por nikosisht edhe producente e shumë aktiviteteve që organizuan në kuadër të Albanian Excellence, e që do të na tregoj pak më tepër edhe më shumë vetë Flora Nikola. E dashura zonja Nikola, përshëndetje edhe mirë se erdhët në RTK Radio programin e dytë. Përshëndetje nga Tirana, pas disa ditëve me shi edhe të vrenjtura. Sot është ditë pak më e bukur edhe e ftohtë. Nuk e di në Prishtinë, bora ka shkrirë, nuk e di si është situata atje. Edhe sot ka intervale me diell, kështu që borë nuk kemi dhe meteorologët kanë paraparë që nga e këtja vetë se fillojnë temperaturat të ngriten paksa, kështu që ky ftofti i madh edhe po ikën si duket. Po, prilli na erdhi si pabes, po mirë. Po mirë ndoshta për çdo gjë domethënë, për kohën, për bujqësinë e tjerë. Për ndryshe, kur flasim me ju, zonja Nikola, zonja Flora, ne kemi kënaqësinë sepse jeni me të vërtet producente shumë aktiviteteve, ju shohim jak aktive në aspektin e kulturës në Shqipërinë tonë të bukur, por nuk mund pa e përmend edhe faktin që njëkohësisht ju jeni edhe vajza e karikataristit më të njohur që ka qenë, edhe që zakonisht e kemi problem me thonë karikaturën, që zakonisht edhe shpesh e përmendim. Ai shkrimtari i humorit edhe por që ka ndikuar me revistën Oseni që ka drejtuar për 25 vite, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për krijimin e shkollës së karikaturës në vitet 80. Edhe ndonjëherë bëhet kjo kakofonia, por që ai ka qenë shkrimtar dhe publicist i njohur në Shqipëri edhe më gjërë. Po pra, gjithë ata që adhurojnë karikaturën, patjetër që e kanë njohur Nikola, kështu që një emër mjaft i njohur, por gjithsesi që ju keni vazhduar edhe me organizimin e festivalit të karikaturës, por edhe të festivaleve tjera. Të fillojmë fillimisht me festivalin e karikaturës. Patjetër, në fakt unë ju përshëndes Kosovën fort, përshëndes artistët e Kosovës, të cilët i kanë kushtuar rëndësi shumë të madhe dashur karikaturës. Pra, ka disa festivale që bëhen në Kosovë, përmend zotin Agim Krasniqi, Nekën e famshëm, domethënë që është o zot Nekra që është një personalitet i karikaturës, dhe shumë zotrinj të tjerë, të cilët me shumë vullnet, pavarësisht moshës së re që ka shteti ynë i Kosovës, kanë ditur të krijojnë pra këtë shkollë të madhe të karikaturës të Kosovës, duke e prezantuar në botë. Pse them këtë? Sepse Shqipëria, pavarësisht se ka disa vite më shumë se Kosova, deri para 5 viteve dashur nuk ishte organizuar dhe nuk merrte pjesë në ardhmën e karikaturës botërore. Vërtet, nuk ka pasur deri para 5 viteve fare. Absolutisht, po, nuk kishte marrë ndonjëherë pjesë. Pra, karikaturistë shqiptarë sigurisht që kishin marrë pjesë në edicione ndërkombëtare të karikaturës, por nuk ishin marrë pjesë. Edhe pse ka pasur karikaturist në kohë. Dhe fatmirësisht që e thash mirë karikaturist, sepse është një emër që vështirë e themi, por karikaturën e pëlqejmë gjithë. Kështu që Eksakt, edhe është një trend shumë i zhvilluar sot në botë. Kështu që unë ju futa detit në këmbë, siç jemi ne gazetarët që ndonjëherë na rrëmben pasioni, dhe në kulmin e vitit 2020 kur ishte pandemia, mendova të themeloj për herë të parën bienale të karikaturës ndërkombëtare. Pra ju kishit organizuar disa bienale. Kurse Emin Musliu për shembull në Ferizaj, shumë serioz në organizimin e këtyre edicioneve ndërkombëtare të karikaturës. Shqipëria nuk ishte ndjerë. Kështu që unë kam kënaqësinë të them që për herë të parë e futa Shqipërinë në hartën e karikaturës botërore. Deri më sot janë zhvilluar 3 bienale me tema të ndryshme. E fundit u zhvillua në nëntor të vitit të kaluar. Kishin 2 tema kryesore. Tema e parë ishte të bashkëtosh në një botë digjitale, një temë shumë interesante e cila zgjoi këshërinë edhe ulën dhe realizuan karikatura enkas për Shqipërinë rreth të 54 shtete të botës. Dhe tema e dytë ishte një temë e veçantë sepse i kushtoheshe portretit në karikaturë të politikanit shqiptar të Malit të Zi, të parit kryeministër shqiptar në Malin e Zi, zoti Dritan Abazović. Dhe për Dritanin pati shumë interes. Normalisht ishte, nuk do të thotë që unë nuk kisha ato
nuk isha drojën time kur i hova ato dy tema, sepse është ankthi që tani artistë botror do ulen dhe do krijojnë enkras për Shqipërinë. Pra kjo është ndryshimi kur organizon një bienale. Pra ti nuk mbledh vepra që janë gati dhe ti sjell. Do ulen ata dhe do shkruajnë. Dhe pritshmëria ime ishte me ankth, me të drejtën. Por sidomos për Britani, që është një politikan me shumë vlera, por është një politikan i ri edhe që i përket një vendi shumë të vogël ballkanik për botën e madhe. Ishte kota ankthim, domethënë do të ankthi punën. Pa dyshim dhe çuditërisht që Shqipëria ka mbetur kaq pas me karikaturën me festivalin është fjala, sepse karikaturist ka pasur duke filluar prej prindit tënd, prej Niko Nikollës e shumë të tjerë që edhe e kanë praktikuar edhe kanë dhënë shumë për karikaturën. Tregove që është mbajtur vitin e kaluar në nëntor. Është bërë tashmë traditë të mbajt çdo nëntor? Po, ajo bëhet një herë në 2 vjet. Pa bienale organizohet një herë në 2 vjet. Dhe një herë organizojmë, ja kushtojmë karikaturës botrore dhe një herë këtë vit, do vitin 2025, kemi konkursin e letërsisë satire humoristike mbar shqiptare. Dhe pra një vit bëjmë karikaturën dhe një vit bëjmë letërsinë me emrin e Niko Nikollës. Dua të them që 2 edicionet është në një gjendje të vështirë. E them me shumë bindje këtë që letërsia e humorit është e lënë pasdore, është e lënë pa vëmendje. Ata që shkruajnë humor duhet dhe të ushqehen, apo jo? Edhe pse kemi mjaft kemi ngjarje të themi tragjedi komedi që ndodhin ndonjëherë në vendin tonë si në Shqipëri dhe Kosovë, por fatkeqësisht që nuk e pas kanë atë motivin me thonë për me kriju do të thotë letërsinë e humorit kur bëhet fjalë, që edhe i bëjmë thirrje gjithë atyre entuziastëve të humorit, pse jo ti drejtohen letërsisë së humorit pasi që ka nevojë kjo pjesë. Më tregoni kur do të mbahet këtë vit, do të thotë një vit tregua që ja kushtoni karikaturës, një vit letërsisë. Dhe keni menduar për 2025-ën? Po, është për traditë që të dyja këto aktivitete, pra një karikatura, një letërsia, i organizojmë në muaj nëntor. Në muaj nëntor. Mund të kyçen në nëntor, do të thotë pjesëmarrës të jenë edhe nga troje tjera shqiptare apo kryesisht vetëm nga Shqipëria? E bukura e kësaj është se ne kemi krijuar hartën botërore të letërsisë shqiptare. Pra të gjithë ata krijues që mund të jetojnë në Amerikë, në Australinë e largët, në Europë, por që janë shqiptarë dhe krijojnë letërsi të humorit dhe satirë, janë të lutur që të dërgojnë veprat. Ne nuk e kemi shpallur akoma, kemi në 20 prill do të shpallim datën e organizimit, kriteret, çfarë veprash mund të konkurrojnë, dhe kështu që unë pa diskutim që 2 edicionet e para të këtij konkursi kanë qenë me një shtrirje shumë të madhe, edhe nga Kosova ka pasur shumë autorë që kanë sjellë veprat e tyre, por edhe më gjerë, edhe nga Amerika kemi pasur, edhe nga Europa. Kështu që shpresojmë që edhe këtë vit të sillim një buqet konkrete edhe cilësore të gjinive të ndryshme në letërsinë e humorit. Shpresojmë dhe ne për gjithë adhuruesit edhe ata që dëshirojnë të konkurrojnë me 20 prill ju tregua që edhe do t'i publikoni datat. Ka ndonjë faqe konkrete apo në rrjetin social në Facebook? Në Facebook sigurisht kemi faqen e Albanian Excellence ku aty pasqyrojmë të gjitha aktivitetet tona, www.albanianexcellence.com, sigurisht në të gjitha rrjetet sociale jemi shumë transparent, edhe në Facebook kemi faqen tonë të konkursit. Pra mos harroni tek Albanian Excellence, pëlqeni faqen, përcjelleni, ndjekeni gjithë ju që dëshironi të merrni pjesë të konkurroni pas datës 20 prill dhe do t'i shihni aty edhe datat edhe mundësitë e konkurimit. Përndryshe, përveç se gazetare, producente shumë aktiviteteve në Albanian Excellence. Çfarë është Albanian Excellence për ata që nuk e dinë dhe për herë të parë po e dëgjojnë këtë emër? Në fakt Albanian Excellence ka nisur jetën e saj në vitin 2012, pikërisht në 100 vjetorin e shtetit shqiptar. Atëherë unë isha punoja si kryeredaktore në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Normalisht ju e dini mirë se çdo të thotë të punosh në një vend mediatik ku çdo ditë prodhohen lajme, dhe sigurisht je shumë euforike në punën tënde, sepse lajmi është mua dashuria e jetës sime, adrenalini që t'jetë lajmin, them që nuk e jep asgjë tjetër. Unë akoma që jam shkëputur nga agjencia, vazhdoj të jetoj me lajmin dhe është diçka organike, diçka e brendshme. Dhe sigurisht nuk mund të mos përjetoja të gjitha ato eufori
mbar kombëtare për 100 vjetorin e krijimit të shtetit shqiptar. Por ndërkohë si gazetare, sigurisht kisha vënë re që të ikurit, mërgjimtarët, siç kundër i thoni ju, vinin ndonjëherë me kokë më njanë, nuk ishte një organizat ose një organizëm që t'i piste këta shqiptarë, t'i vlerësonte, të tregonte për këta. Dhe kështu nisi rrugën në Binin Excellence, me votimin e parë voluminos, që unë normalisht e kam dhe mund të tregoj këtu, është ky libër. Bukur shumë. Është ky libër, godaja 100 histori suksesi, të cilat janë nga të gjitha trohet shqiptare. Dhe shoh që është në disa volume, me sa po e shoh pas. Po ka disa volume sepse vazhdoi pastaj odiseja e votimit të intervistave me personalitetet e suksesit shqiptar në botë. Kemi këtu Vlora histori suksesi, Berat histori suksesi. Kemi një libër prapë shumë interesant që është Zojat shqiptare në New York. Zonja shqiptare. Do me thënë, Zojat shqiptare në New York u realizuan përrua, si të thuash, në Manhattan, në një salë shumë dinjitoze, Symphony Space, ku rreth 70 gra nga të gjitha ose zonja, se më kjo gra nuk pëlqen. I përshëndesim që të gjitha. Nga të gjitha hapësira bashkëtare, për shembull zonja Shpresa Xhakli është në këtë libër që duhet ta njihem edhe këto ditë të Kosovës. Dhe derisa është libër, shifet voluminos, shifet që ka mjaft zonja në New York. Po, ka shumë. Zonja shqiptare. Ka shumë edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, edhe nga Shqipëria. Kështu që ne i bashkuam bashkë në Me siguri kemi edhe zonjën Shpresa Xhakli. Dhe Shpresa Xhakli që po unë i shpreh respektet e mia për dinjitetin edhe fistikërinë që prezanton ajo zonjë. Shumë e vërtet. Dhe jam gëzuar shumë që ditët e fundit ajo po vazhdon punën titanike për fëmijët autik dhe po ngren sërish një godim tjetër. Edhe si një nënë e fëmijët me autizëm, ka bërë shumë dhe po vazhdon të bëjë, kështu që shqiptarët në përgjithësi jemi të tilla. Më duket se e kemi në gjak, e kemi në gjene apo jo. Unë jetoj midis New Yorkut edhe Shqip-Tiranës sepse jeton motra ime atje dhe sigurisht e njoh komunitetin shqiptar në New York, por me bindje them që një nga zonjat më fisnike edhe të heshtura në punën e saj që bën dhe të madhe njëkohësisht është zonja Shpresa Xhakli, që unë e përshëndesim dhe i përshëndesim të gjitha. Në New York ne përveç se promovuam këtë libër edhe hypëm në sken, siç e thash 70 zonja të veshura bukur shkëlqenin atë ditë, ishte një ngjarje e madhe sepse u organizua në kujdesin e presidentit të Shqipërisë asaj kohë, zoti Dyani Shani, i cili ishte prezent në salë, dhe dha mesazhe shumë të bukura për gruan e shekullit të 21, në vijim të së cilës ne nënshkruam edhe një memorandum të qenet grua në shekullin e 21. Pra, Binin Excellence, përveç historive të suksesit, zbulimit, evidentimit të tyre, mori përsipër të çojë një shkallë ose të punojë edhe për gruan e shekullit të 21. Dhe që atëherë dashur nuk kemi rreshtur të punuari me zonjat e suksesit shqiptar ku ato janë. Dhe jeni aktive çdo kund, ju shohim në çdo vend dhe i ndjekni fare mirë, por edhe ajo çfarë është e rëndësishme dhe vlen të përmendet se pikërisht pas nesër, me datën 10 prill, mbahet samiti i zonjave të bukurisë shqiptare, sfidat dhe e ardhmja. Për çfarë samiti bëhet fjalë konkretisht? Eksakt, këtu e kisha domethënë unë jam një njerëz që ndoshta asnjëri nuk ka perfekt, por them që kam diçka që nuk dua të bëj gjëra formale. Pra, unë në New York organizua zonjat shqiptare në New York me prezent, një aktivitet shumë decent, por thash që nënshkruan në një memorandum të qenet grua në shekullin e 21. Dhe nuk ka rreshtur që ka qenë viti 2006. Aktivitetet kanë qenë për vit, i kanë kushtuar vëmendje absolute me Binin Excellence zonjave shqiptare. Kemi organizuar një album me 121 zonja të suksesit shqiptar në botë. Ajo është përruar në kopshin presidencial kur atëherë ishte president zoti Ilir Meta me prezencën e të gjitha zonjave. Dhe kjo ekspozitë fotografike që u bën në libër
ka shëtitur në të gjitha trojet, duke filluar nga Ulqini, duke filluar nga Prishtina, në bibliotekën kombëtare në Prishtinë, duke shkuar në Preshet. Pra, puna që kemi nisur nuk është lënë më njame. Kemi organizuar deri tani 3 konferenca për zonjat e suksesit shqiptar dhe mendova që këtë vit të kenë një gjë më delikate, një gjë më të bukur, një gjë për cilat ne kujdesemi të gjitha, për bukurinë e jashtme dhe bukurinë e brendshme. Shumë e vërtetë. Cili është raporti që kemi ne si zonja midis të jashtmes dhe të brendshmes? Si duhet jetë ky raport? Kush duhet të bizotroj? Çfarë duhet kemi parasysh në jetën tonë kur është kthyer dhe ndoshta në një dhunë, në një violencë, rregullimi, transformimi, buzët, kunda, flokët, si duhet i jemi ne si zonja? Prandaj dhe mendova që me shumë dashuri t'ja kushtoja pikërisht këtë samit, bukurisë fizike dhe shpirtërore të zonjave shqiptare. Pra, nuk kemi të bëjmë me atë samitin e bukurisë që shifen për masat, çfarë duhet i kemi. Jo, nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje. Aty do të jenë të ulura në një tavolinë. Unë të dëshiroj nëse ke kohë të vish me gjithë. Do vija me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë. Patjetër të pres atëherë, të pres se do jetë bukur. Ne do kemi një tavolinë të madhe ku të tëra do të jenë të barabarta, pra do të ketë zonja që janë kushtuar bukurisë fizike dhe si realizojnë ato, domethënë do tonë si bëjnë. Për shembull kemi një zonjë që unë quaj Uragan, e cila ka 15 biznese që merret me të gjitha vetëm për bukurinë. I kam në kompleks për të shkuar, do t'rregoj rrugën ajo. Por përveç saj kemi Irma Libohovën, Eranda Libohovën, si është e bukura në këngë. Shumë e vërtetë. Sa bukur si mund të përballet e brendshmja kur ajo këndon për dashurinë, kur këndon një këngë e cila i kushtohet femrës, femrës nuk thuhet, zonjave, natyrës. Edhe vajzave, kush ka vajza, votën ka. Vajzave, kush ka vajza. Pra do të jetë Eranda me Irmën. Kam kënaqësinë të them që do të jetë Leoparta Skarco, një këngëtare legjendë në Shqipëri e këngës popullore donjate, e cila ka 30 vite që jeton në Bullgari dhe me shumë dashuri do na vërtetohet në këtë samit. Bukur shumë. Do të jetë prezent aty. Kemi Mimi Kodhelin, e bukur jashtë dhe bukur brenda. Që ajo do të thotë cili është sekreti. Domethënë, si e quan ajo këtë raport ose si mbizotëron e bukura në politikë, përdoret, keq përdoret, si ekziston. Zonja Nikola, pasi edhe të kemi këtu edhe po e shfrytëzoj rastin, sipas jush, çfarë do të thotë grua e bukur? Grua e bukur do të thotë kur pikërisht kjo, kur përputhet e brendshmja me të jashtme. Një bukuri fizike e cila është e bukur e thon wow sa e bukur, nëse është falso, nëse nuk di të tregoj atë. Pra nuk reflekton nga brenda. Bukuria jashtme reflekton nga bukuria jonë që kemi brenda, kështu më sapo e kuptoj. Eksakt. Ju keni parë, nuk do të përmend emra, por ka edhe prezantues që në paraqitjen fizike përmend për shembull apo e them një Piko Baudo. Nuk është i bukur Piko Baudo. Po është i bukur. Ti rridhe pa gjithë. Po si u dukem, jam e bukur. Jeni shumë e bukur brenda dhe jashtë. Me kilogram të tepërt, kështu që kilogram nuk duhet të jem pengesë, edhe pse duhet kujdesemi edhe për shëndetin gjithsesi, por jo të jenë ato të parat që edhe të na pengojnë, jo vetëm në sfidat e jetës, por edhe në sukseset tona ku edhe me librat tuaj, edhe me aktivitetet tuaj, po dëshmohet sot më shumë që gratë janë suksesshme. Kjo është domethënë të gjithë thonë i gufmumi, thonë në Tiranë, i zbukurumi, gufmumi, frymë do i zbukurumi. Problemi është që cilat janë pasojat e shëndet në shëndet. Domethënë dhe për këtë do flasim metoda se si mund të dobësoj. Për shembull, unë jam çuar sot që në 4:30 mëngjesit me ata anktin dhe fola me Dorinën e Fronterës dhe Dorina ishte duke bërë shërbitje, ishte në pistë dhe më tregoi tash ti je në pistë. Unë jam duke shkruar. Ti me maratonën tënde me aktivitete. Unë shkruar në kuptimin jam sedentare, jam e ulur. Domethënë dhe fillon ajo pjesa që po pse mos e bëj dha unë. Domethënë këto gjëra edhe kjo konferencë. Mirë, po e kemi edhe këtë pjesën ngushëlluese pasi që do të ketë edhe këngëtare të njohura edhe të muzikës ljonate popullore edhe 30 vite. Por e dini edhe këngët. Do jetë shpresa Gashi, sapo fola në telefon, kështu që do vi dhe shpresa edhe besoj do të kemi rastin të këndojmë ajo që është surprizë e dashur që do vish tani sepse u vendos.
do jetë që do performojnë dhe me kostume popullore. E shumë e bukur. Bile unë desha ta ndërlidh që ne kemi edhe tekste popullore kur përpara i është kënduar shifni nëna çka ka rindur nana o e ka belin për 2 kollana. Nuk e thot për një, kështu që pa merak nëse nuk e kohë për palestër. Po, duhet. Sepse na duhet edhe shakaja, por gjithsesi që duhet kujdesemi. Më fal, do të nderohen, kemi krijuar dhe 2 çmime, zonjat që ambasadorët e bukurisë shqiptare, pra që janë këto zonjat të cilat punojnë për ditë, do të thënë në mënyrë sintetike dhe në mënyrë të shëndetshme për rigjenerimin e zonjave shqiptare, dhe zonjat e tjera që janë plejat, që kanë dhënë një kontribut edhe në politikë, edhe në kulturë, do të marrin titullin zonjë që bën bukurinë shqiptare. Ndërkohë që Albanian Excellence ka organizuar dhe ka krijuar dhe 2 çmime të tjera shumë të rëndësishme. Zonjë që bën Shqipërinë dhe zonjë që bën Shqiptarinë. Tek Shqiptaria kanë qenë të gjitha zonjat e trojeve tona anëtare, ndër të cilat edhe zonja shumë e nderuar që e keni aty, zonja Flora Masurica Durmishi. E përshëndesim zonën Flora Masurica Durmishi, prej redaktoreve të mia të para, kështu që është edhe kontributi i saj edhe në punën time. Ajo jep shumë për kulturën e vendit tonë, por edhe më gjerë. Kështu që kemi kënaqësi që e kemi kolege. Unë them që do të jetë një ditë e bukur ku në fund të saj do të krijojmë edhe aleancën e zonjave të bukurisë shqiptare që do të firmoset në gjitha zonjat. Them që do të jetë dhe do të dëshiroja shumë që ta vijoj, sepse unë nuk kam aq kohë në dispozicion, por që kam vajza shumë të mira në këtë grup që po punojmë dhe që t'ia dorëzoj atyre dhe të punojnë për të qenë një zë më shumë në jetën e zonjave që kemi plot gjëra për të thënë, plot gjëra për të dënuar, për të trajtuar, për të rregulluar. Dhe pse jo, këto zonja të cilat punojnë për ditë me bukurinë, por që ka dhe zonja të cilat jetën e tyre kanë të lidhur me mendjen, me inteligjencën, me punën e tyre. Pse jo, ky bashkëpunim të cilët e fytyrat e veta për të qenë ne më të mira, më të bashkuara, për të qenë më së bashku, për të qenë më të bukura, brenda dhe jashtë. Shumë e vërtet dhe ju faleminderit shumë që jeni udhërrëfyese për gjitha këto gjenerata të reja, por edhe ato të cilat punojnë me vite për transformuar edhe për të mirëmbajtur bukurinë e femrës shqiptare edhe të jashtme, sepse do të jetë një motiv besoj për gjitha dhe është shumë e bukur diçka kur vlerësohet dhe jepet një çmim çfarëdo qoftë, kur puna të vlerësohet është motiv për gjithë secilën prej nesh. Summiti do të fillojë me datën 10 prill, do zgjat vetëm një ditë apo do të ketë ditë shtesë? Do zgjat gjithë ditës. Pra në pjesën e parë ne do të bëjmë një nderim për zonjat pjesëmarrëse, të cilat janë nga një shtrirje e madhe gjeografike e Shqipërisë, pra nga gjitha qytetet, nga Pogradeci, Fieri, Vlora, Berati, Shkodra. Pra do të bëjmë një ceremoni me të mirënjohurën që besoj kush nuk e njeh Silvana Braçën. Pra do të jemi të dyja së bashku, të cilët do të nderojmë dhe do të tregojmë, sepse e di mirë ne si gazetar duhet hyjmë në thelbin e asaj që ndodh tek njeri. Pra, ato goca do t'i quaj që do vinë pas nesër tek Plaza Hotel, janë goca që i kanë nisur atë biznes me dëshirën dhe me vullnetin e tyre, dhe që kanë arritur diçka. Dhe meritojnë dhe jo vetëm fjalën, por vlerësimin maksimal që ato me 2 duart e tyre dhe me mendjen arrin të bëjnë bukuri, por është vështirë. Kështu që duam që një pjesën e parë t'ia kustojmë pikërisht vlerësimit të tyre vajzave të cilat kanë sallone të bukurisë dhe që punojnë për ditëve të bukura. Dhe për të kaluar pasaj në pjesën e diskutimeve, që do të jetë sekondëretash e ndarë në 2 pjesë, bukuria e jashtme dhe do ketë për të folur disa referuese dhe bukuria e brendshme, që do të ketë pasaj referuese të tjerë, do të ketë nga Mimi Kodeli dhe gjithë Mira Çavusholli. Pra ka shumë surpriza të bukura të zonjat e panelit të dytë kundër të parë. Dhe do jemi pastaj në katin e 23 në Hotel Plaza Hotel për të qenë së bashku në shoqërinë e një vajze të mrekullueshme violiniste që quhet Lirza Zaloshnja, e cila do të interpretojë violinë, por dhe Ana Kaçinarit, e cila është pedagoge pianos. Dhe aty së bashku do të shijojmë një drek të vogël, duke bërë fotografi. Që do të mbajmë në datën 23. Po, në drek domethënë kjo. Dhe do të kalojmë pastaj përsëri për të nderuar
zonjat që bëjnë bukurinë shqiptare dhe ambasadorët e bukurisë shqiptare së bashku me Silvën. Kemi përgatitur dhe nga një film të vogël për të gjitha zonjat, të cilat do të hypin në sken dhe për të nderuar me certifikatat dhe me kupat për kace të ndërtuara me një yll sikur për ato janë në vet. Dhe qershia fitore pastaj është në Kalan e Tiranës, ku Mikricia dhe gruaja jashtëzakonshme me një dinamizëm dhe me një mendje të mbretëshe ka kthyer vërtet Kalan e Tiranës në një nga pikat më të bukura ku ti shkon dhe takon njerëz, një kafe, guzhim nga të gjitha llojet, gjen traditën, pra ndihesh mirë, thua Kalan e Klodi Toftani, e cila do jetë Mikricia jon, do na shoqëroj për të vizituar Kalan. Dhe pastaj një darkë edhe muzikë, edhe ushqim, edhe vallëzim, sigurisht me Irma Libohokën. Ashtu siç dinë më së miri gratë dhe femrat shqiptare, kështu që të faleminderit shumë, sepse kjo ishte edhe koha jon deri në fund të emisionit. Faleminderit zonja Flora Nikolla. Suksese edhe në Të pres dashur, të pres. Gjithsesi që do të vi, sepse pikërisht me datën 10 prill dhe kemi në studio pikërisht edhe regjisorin e njohur me famë botërore tashmë zotria Aurel Naçi, që ka ardhur në Tiranë dhe do të na nderojë pikërisht të ejtën në mëngjes. Do e kemi në studio pas Aurel Naçit drejt e për në Tiranë. Besoj që do të bashkagjitemi në pjesën e dytë të summitit. Ishte kënaqësi që ju kishim. Edhe unë kënaqësi për mua, ju uroj vetëm suksese në punën tuaj fisnike edhe në këtë lifestyle që quhet gazetari. Faleminderit shumë. Nuk është profesion. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.